Dhe reduktimi që kemi parë deri tani në fakt ne mbledhim të dhënën si bankë botërore, sidomos për bizneset, ka qenë deri në 23 fish ose në terma përqindje ka aty 96% ulje, domethënë që është afër zeros kur e shikon në terma reale. Pra nëse nis 500 euro dërguesi, pala që i merr do marri 500 euro apo 495 ose 85? Pala që merr, domethënë pagesën do marri pak a shumë atë shumë, përveç asaj komisionit që thash që është domethënë 0.03% të vlerës, që është shumë e vogël se sa ishte para. Më vogël nga tarifat e pashme që. Kjo është besoj një arritje shumë e madhe për një vend si Shqipëria që si shtam përkthehet në benefite shumë konkrete për konsumatorët. Pra dhe konsumatori do ta ndjej drejt për drejt në xhepatit, ka filluar ta ndjej. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episode të reja çdo javë.